Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, u zhvillua seanca e 6 e fjalëve përmbyllëse në gjyqin ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish-deputetit Recep Selimi. Të gjithë të akuzuarit po përballen me akuza për krime lufte dhe kundër njerëzimit. Seanca e sotme ishte fokusuar te fjalimi përmbyllës i mbrojtjes së Jakub Krasniqit, ku avokati Aiden Ellis argumentoi se prokuroria nuk ka arritur të vërtetojë se klienti i tij ka dhënë ndonjë kontribut të konsiderueshëm në krimet që supozohet të jenë kryer gjatë kohës si zëdhënës i ushtrisë çrimtare të Kosovës. Ellis shtoi se shumica e provave të zyrës së prokurorit të specializuar nuk tregojnë praktikë të pamërshishme në teren dhe se rregulloret e përkohshme të UÇK-s nuk mund të lidhen direkt me kryerjen e krimeve. Avokati tha se vizitat e Krasniqit në vendet e ndalimit, të cilat prokuroria i përdor për të argumentuar për shirjen e tij, nuk mund të konsiderohen prova që ai ka qenë pjesë e krimeve. Të thuash se thjesht ka qenë i pranishëm nuk mjafton. Pretendimet e prokurorisë janë shumë të dobta dhe nuk ofrojnë asnjë lidhje të drejtë mes Krasniqit dhe krimeve, tha Ellis. Faza përmbyllëse e gjyqit nisi më 9 shkurt, ku mbrojtësit e ish-krerëve të UÇK-s kërkuan pafajësi për të gjitha pikat e akt akuzës, duke argumentuar se nuk ekzistojnë prova të mjaftueshme për të mbështetur pretendimet e ZPS-s. Ndërkohë, kryeprokuroria e specializuar Kimberly West ka kërkuar dënim me 45 vjet burgim për secilin nga të akuzuarit. Gjyqi, që ka nisur më 3 prill 2023, shënon procesin më të madh gjyqësor në dhomat e specializuara dhe vjen gati 3 vjet mbas konfirmimit të akt akuzës, kur ish-krerët e UÇK-s u mbajtën në qendrën e paraburgimit në Hag. Në një zhvillim të veçantë, veprimtari Sali Bislimi, presidenti i OIQ-s, zëri perëndimor i Kosovës, do të dorëzoj pranë gjykatës speciale një rezolutë të nënshkruar nga 30 deputet të parlamentit zviceran. Rezoluta, e cila 3 vjet më parë ishte adresuar qeverisë zvicerane, kërkon që gjykata të veprojë me drejtësi, në mënyrë të paanshme dhe të barabartë. Deputetët janë nga të gjitha partitë politike zvicerane dhe dorëzimi do të bëhet në orën 11. Ky moment shënon një fazë vendimtare të procesit, ku përveç debatit mbi fajësinë apo pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-s, po evidentohet edhe përpjekja për transparencë dhe presion ndërkombëtar për drejtësi të paanshme. Ditën e martë, më datën 17 shkurt, në kryeqytetin Prishtinë, do të zhvillohet një marshim në mbështetje të ish-krerëve. Protesta do të nisë në orën 17 në sheshin Skënderbeu.